i bën mirë dikujt për një kohë të gjatë, harxhon kohë, mundi, energji, pasuri për dikë dhe në fund përballesh me mosmirnjohje. Nuk sheh as vlerësim, as falënderim. Shumë njerëz dëshpërohen, pikëllohen, mërziten, pendohen për atë që kanë vepruar për të tjerët. Ndërkohë që Allahu subhanahu wa taala na mëson me një mësim shumë të këndshëm në Kur'anin famullar që nëse e kishmi zbatu, nëse e kishmi implementu, nëse e kishmi praktiku në jetën tonë, me të vërtet do të ishmi ndihë shumë mirë dhe nuk ishmi pendu asnjëherë. Dëgjoj mirë çka thot Allah subhanahu wa taala dhe majen mend kët. Allahu subhanahu wa taala thot: "Faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun." Ai i cili vepron vepra të mira, është në raport me njerëzit që i bën. Duke qenë besimtar, Allahu thot: "Fala kufrana li sa'yihi." Ati nuk do t'i mohohet përpjekja e tij, mundi, angazhimi, energjia jote, pasuria jote që ke dhënë, çdo përpjekje që ke bë, nuk i mohohet. Prandaj duhet të qëndrojmë pak te kjo fjalë, të kënaqemi me këtë fjalë të Allahut azza wa jall. Ati nuk do t'i mohohet. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala në fund e përforcon kët: "Wa inna lahu katibun." Dhe na ja shënojmë atë. Prandaj çdo vepër që e bën, edhe veprat që janë në raport me njerëzit që i bën, bëni vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, sepse kështu nuk do të pendohesh asnjëherë, nuk do të dëshpërohesh asnjëherë, nuk do të mërzitesh e as pikëllohesh, sepse Allahu subhanahu wa taala të shpërblen ashtu qysh i takon atij. Allahu ta shënon atë vepër, Allahu ta shumëfishon atë vepër dhe të shpërblen për ato në formën më të përkryer. Ndërsa nëse veprojnë vepra për njerëzit dhe i bën me i hy njerëzve në qef, i bën për njerëzit, nuk e bën në jetën për hir të Allahut azza wa jall, atëherë duhesh me ditë pasojat se zakonisht në shumicën e rasteve kemi u zhgënjy me çata persona, kemi u përball me mos falënderim, kemi u përball me mos mirënjohje. Shumë prej tyre ti harrojnë të mirët. Madje disa edhe ti mohojnë kur ja kujton ti mohojnë. Prandaj nëse e bën një vepër të mirë në raport me njerëzit, bëni për hir të Allahut. Çdo vepër, edhe në qoftë për njerëzit më të afërt, bëni për hir të Allahut azza wa jall. Kështu nuk kemi u pendu asnjëherë. Kështu nuk kemi u mërzit asnjëherë. Kështu nuk kemi u pikëllu asnjëherë. Kështu nuk kemi u dëshpëru asnjëherë. E qëndro i bindur se Allah subhanahu wa taala ka më shpërbly për atë. Fala kufrana li sa'yihi. Ati nuk i mohohet përpjekja. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dhe se me të vërtet njeriut nuk i takon përveç se përpjekja e tij. Dhe se me të vërtet përpjekja që ka bo, shiko, përpjekja thot Allah azza wa jall, nuk thot rezultatet, por se me rëndësi është përpjekja jote, mundi jote, angazhimi jot. Sawfa yura, ka me u pa, ka me u duk. Edhe në fund thot Allah azza wa jall, këtu në raport me këtë ajet, pas këtij ajeti thot Allah azza wa jall, dhe se me të vërtet ai do të shpërblehet në mënyrë të plotë. Prandaj, kur ta bësh ndonjë vepër të mirë, çdo vepër në raport me Allahun apo në raport me njerëzit, mbaje në mend këtë parim që ka përmend Allahu subhanahu wa taala në suratul Insan. Innama nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Na me të vërtet ju ushqejmë juve për hir të Allahut, vetëm për hir të Allahut. Nuk dojmë për juve as falënderim, as shpërblim e as falënderim. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Nuk dojmë për juve as shpërblim e as falënderim. Si formulë në fund, kur vepro për hir të Allahut azza wa jall. Mos vepro për hir të njerëzve, sepse kemi u zhgënjy, ndërsa kur vepron për hir të Allahut azza wa jall, edhe në raport me njerëzit, nuk kemi u zhgënjy asnjëherë. Edhe nëse njerëzit ta mohojnë, dije se shpërblimi të plot dhe të shumëfishuar e ki tek Allahu subhanahu wa taala, e kjo na mjafton.
إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح